Po mbesim të dritat, po mbesim të ritmi i muzikës së sjellë Eurovisionit ndëruar të shikues, pa përfaqësimin e Shqipërisë ndër vite. Jemi këtu me Albert Limani, gazetar. Mirëmëngjes Albert, mirë se erdhe në studio. Dhe me Gzim Saiti nga Eurovision Kosova. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Flasim për Eurovisionin, sonte nis. E çka po prit ju? Ku jeni, pse jeni këtu ende? Edhe pak ditë po nisem edhe ne në Eurovision, trajtën do të udhtojmë për në Bazar. Në ma herët para se të futesh e t'ju kër e transmetojmë dhe qëtë material, para se me të e lajmëruar realisht materiali, thamë që në fakt si cili shteti ka ata, unë po i quaj Eurovisionista, ata tifozët e mëdhej të Eurovisionit, edhe në fakt nuk ta mërmenja sa pasionant janë, jam paka shumë ne i bëm një krasim edhe me tifozët e klubeve të futbollit, pra po është një spektakël që vërtet të rreq një vëmendje të jashtëzakonshme gjithandej, po kështu edhe në Kosovë është një komunitet i tillë, apo Albert, edhe Gzim, ju i njihni shumë mirë se e keni edhe faqen e juaj në rrjetet sociale dhe mandej po besoj i merrni kështu një feedback mirë edhe nga faqja dhe nga komunikimi që e keni. Ç'është ndodhur realisht? Sa i pëlqym dhe sa i dashur është Eurovisioni për kosovarët? Tha vetë, pra paka shumë tifozat janë si ata në futbol. Në krahasim me ta jemi më patësorë se nuk ndodhë. S'ka ultras. Absolut, nuk ka ultras. Incidentet si që ndodhë në futbol shpesher nuk i shërë mes tifozëve të Eurovisionit. Fatmirësisht në Kosovë ka njerë që e ndjekin Eurovisionin, ka njerë që e duan, për shkak se ne kemi vrejtur në krahasim me disa shtetet e tjera, e shohim çdo vit sa vjen Eurovisioni në faqen tonë, ka jashtëzakonisht një ritëm kështu shumë interesante, njerëzve që komentojnë, po edhe komentojnë edhe paka shumë e shohin si faqen tonë si një dritare që ne do më thonë jemi të parit të cilët japim informacione sa i përket Eurovisionit, po si që thash ne në Kosovë kemi organizuar vjetë, në fakt e organizojnë ambasadat bashkë me Radio Televizionin e Kosovës, shikimin e Eurovisionit në shesh, që nuk ndodh as në shtetet që marrin pjesë në disa prej tyre. Edhe ka pas shumë njerëz që kanë përcjell nga aty po. Dhe kjo tregon paka shumë edhe dëshirën e madhe që e ka Kosova, e kanë kosovarët për të qenë pjesë e kësaj gare edhe shumë njerëz dalin e shohin jashtë Eurovisionin, kjo është një gjë shumë. Është një farë olimpiade në vetë Eurovisioni përpos këtë këtyre garave tjera, kompeticione tjera që i kena, e tha dhe Alberti, ka njerëz që vazhdimisht komentojnë, ka njerëz që vazhdimisht secili e shpreh mendimin e vet, secili do mundu me bëhet kontributin e vet. Po ç'a ndodh në Eurovision Kosova, tek faqja, ç'a ndodh në krejt këtë organizim? Kur e vreni, është një farë lloj adrenaline që të mban të mbërthyer. Po faktë më faqen të përditshum vazhdimisht, jo vetëm në prag të Eurovisionit. Ne domethënë fillojmë përgatitjet. Përgatitjet fillojnë. Fillojmë punën qysh në dhjetor, çdo viti se ne ndjekim edhe festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar, festivalet e tjera që janë përzgjedhëse për shtetet e ndryshme. Kështu që mundohemi me ndjek gjithë që me pas një informacion më të gjerë se çka po përgatitet për Eurovision, derisa të vim të Eurovisioni që është edhe paka shumë kush mundet të jetë favorit, kush ka këngën më. Po fillojnë, domethënë faqet e ndryshme botërore fillojnë me këto favoritet e veta, me pollet e veta, se janë edhe bastet ndryshme që vihen, bile në baste deri vonë kemi qenë edhe ka qenë Shqipëria duke pri me tash si vjet me po. Desha veç me përmend që një 2 vjet na po nisëm prej tetorit, paka shumë këto përgatitje të edhe me festivalit të Radio Televizionit të Kosovës, na faqen përveç informacioneve e mbajmë dhe e përdorim edhe si një lloj lobimi, si një lloj sensibilizimi për gjithë ndoshta edhe ata të EBU-s që besoj janë në dieni për fushatën që bëjmë, sepse ne kemi nisë një peticion para disa vite si që dini dhe e përdorim jo vetëm për të ndarë informacione, por edhe për të rritë paka shumë sensibilizimin, sidomos ndërkombëtar, sa i përket dëshirës tonë për të qenë pjesë e Eurovisionit. Po interesant në Gzim dhe Albert, pse dikush bëhet kështu fans i Eurovisionit, ose pse ju i bo fans atë Eurovisionit? Edhe po më intereson. Ata ku bo, po, jo se po më intereson për shembull, edhe te gjeneratat e ndryshme pas na rusta ku bo një pyetje, po e njëjta korrektësi është aty. Se edhe apo e vreni edhe apo ndron gjenerata, për shembull është një gjenerat që është mësuar me Eurovisionin për cjell çdo vit, edhe thjesht është një farë ndoshta inercioni që të bën ty e din që në këtë pjesë në mesin e muajit maj është Eurovisioni dhe ndonë kohën me pa. Po gjeneratat e reja që po ndodhë? Po tregon më edhe për të
information pas na rrugë. A ka ndryshuar përgjigja se pyetja se s'ka ndryshuar? Jo. Është shumë interesant me Eurovisionin. Gjeneratat e vjetra, kur flasin për Eurovisionin, na tregojnë se çush janë mbledh, çush atëherë para disa viteve, sepse në Kosovë Eurovisioni është transmetuar edhe në vitet 70-ta, 80-ta. Na tregojnë se çush ka qenë Eurovisioni, sigurisht ka qenë krejt ndryshe. Eurovisioni ka ndryshuar për shkak që ka ndryshuar edhe muzika, atëherë ka pas orkestër, tash nuk ka, i jep rëndësi më shumë paraqitje skenike, do me thonë në këto kohrat moderne. Gjenerata e vjetër paka shumë nuk është se e pëlqen tash Eurovisionin me atë sa kompane, për shkak se ka nostalgji. Me këtë formën e re të Eurovisionit. Ka nostalgji. Dikur ka qenë më mirë. Formën e re dhe me artistat e rinë nështë. Që është logjike, po. Po, ka nostalgji për ato vitet e vjetra. Po, gjeneratat e reja e përcjellin, kolegë në punë flasin gjithmonë për Eurovisionin. Po, ndoshta më përpara ka qenë pyetje vlerat muzikore që ka kënga më tepër interpretimisht. Mos të harojme e përmend që Eurovisioni është një ndër festivalet më të transmetume, me mas shumë të shikueshmëri. Me njerë pas futbolit. Deshtëm apo s'deshtëm, e ka një... Shtrirje shumë të gjërë tek shikues. Po jo veç krasi me spektaklet e njëjta, po edhe me sportin, pra. Po edhe me sportin. Krasë olimpiadave, kampionatet. Me njëherë pas futbolit, do me thonë është ngjarja më shikuar televizive, çdo vit e shikojnë pothuajse 200 milion njerëz. Edhe jo veç në Evropë. Jo veç në Evropë, në gjithë botën, transmetohet edhe në Kanada, në Shqipëri. Sa Oscar e Grammy, këto ceremonitë. Australi. Po plus tani kemi edhe fitus ose këngë pjesëmarrëse që për pos aty me fanbase-it e Eurovisionit kanë pas arritje shumë të mëdha edhe në skenën ndërkombëtare të muzikës, domethënë. Kemi këngën e Arcade që ka qenë që u bë hit botror i vitit 2019. Ka qenë hit botror, domethënë. Edhe kjo nështë ta e bën paka shumë edhe publikun tjetër jashtë këtyve bazave të fansat që janë shteteve pjesëmarrëse që me pas një farë interesimi se çfarë po ndodh, çu po ndodh. E vërtet. Edhe fakti është edhe kjo gara mes shteteve. Sa herë që është shpirti i garës brenda gjithmonë gjallë, një farë adrenaline tjetër, është diçka ndryshe. Edhe një farë suporti për shtetin edhe ajo, edhe kundërshtim mandej për shtetin që ti se donë, se pëlqen, po. Sa e rëndësishme është kjo para përgatitja ose si me thënë kjo fushata që bëhet përpara mbrëmjeve të mëdha të Eurovizionit. Për shembull, ku është Shqipëria tashme të fazën e lobimit? Tashmë përfundoj, po përdo sa i ka kushtuar rëndësi, sepse është dashur të prezentohen në disa vende, lobimi është tepër i rëndësishëm, stafi që merret me promovimin e këngës nëpër krejt vendet është mendoj që shumë i rëndësishëm. Sa e praktikojnë edhe vendet e tjera këtë dhe sa ka për Shqipëria? Sigurisht që ka shtete që investojnë shumë në këtë drejtim, ndërsa ka shtete që nuk merren fare me të. Si për shembull janë shtete që s'merren fare? Po, këtë vit këto shtetet e Balkanit, edhe pse pak po marrin pjesë, kom pa që s'është që i kanë kushtuar. Po krejt varet edhe prej. Shqipëria hera kur nuk i ka kushtuar fare rëndësi. Edhe realisht gjithmonë merr një Shqipëria një kritik. Tasëm shumica e artistëve pasi ta përfundojnë, edhe ata që e përfaqësojnë Shqipërinë, pasi ta përfundojnë garën, konkursin, ankuan për mungesën e mbështetjes, pra që e kanë pas, që se kanë pas realisht. Tash do të thonë ne që na kanë me shku shumë vite radhazi nuk është veç përfaqësuesja që del në skenë, edhe ka me përfaqësuesja të shtetë. Mbrapa tyne ne kemi pa dhe vitin e kaluar ka një ekip të tonë njerëzve që mirën me pjesën e marketingut, mirën me pjesën e social media, që mirën me gjithë shka tjetër që me bo sa ma me i dhonë sa ma shumë vlerë që asaj paraqitje, po gjithashtu edhe me përhap sa ma shumë një farloj marketingu. Janë disa evente që organizohen nga Eurovisioni, apo jo? Po, Shqipëria në gjitha ka marrë pjesë. Në gjitha të u merë pjesë. Sa janë ndihmon shumë, për shembull, Shkodra Elektronika është një grup i cili nuk ka shumë përvojë në skenat e mëdha. Aja ndihmon shumë që të çlirohesh në mënyrë që kur delsh në skenë, mos të kesh emocione që do të ndikonin keq në performancë dhe dalësh para një publiku sepse ato ka jashtëzakonisht publik shumë evropian që marrin pjesë në për ato evente, e ndihmon shumë këngëtarin që të paraqitet në Eurovision. Pothuajse Shkodra ka marrë pjesë në gjitha ato evente dhe besoj që e kanë ndihmuar. Po patjetër, po paralelisht televizioni për shembull do bën edhe në kuptimin tjetër apo jo? Për shtyri eventeve që janë zyrtare, do duhet të ishte, do duhet, por nuk e di është. Jurit janë jurit të shteteve në fund të fundit, jurit të televizioneve, kështu që një lobim i televizionit shqiptar me televizionet e tjera, në këtë rast për marrim për shembull televizionin shqiptar,
nështë ta kish mujt me e pas një farloj efekti pozitiv për paraqitjen e Shqipërisë. Përpara se të flasim për Shkodrën elektronike dhe për zjarr, më bëri përshtypje ajo që the përpara se të ishim në transmetim Albert, që kur ka interpretuar Shqipëria në gjuhën shqipe, gjithmonë ka qenë më e suksesshme se sa kur ka si me thëmë përkthy këngët në anglisht dhe ka interpretuar në anglisht. Pse janë statistika që tregojnë këtë, pothuajse në 90% të këngëve shqip, Shqipëria ka kaluar në finale, ndërsa në 90% ose më lartë të kur e ka përkthyer këngën nuk ka kaluar në finale. Nuk e di pse fansat Eurovisioni është një garë kulturore. Po, është një garë kulturore, diversitetit kulturor. Njerëzit kanë qef që Shqipëria të shkoj shqip, një shtet tjetër të shkoj në gjuhën amtaret e tij. Për shembull, Portugalia ka vite që është në gjuhën portugeze dhe pothuajse nuk mungon asnjëherë në finale. Me aftën mi pa dhe komentet sa po të zgjidhet konga fituese, i ki komplet publikun europian, komenti parë që është mos e përktheni kongën. Do më thonë është komenti mësë shumë të gjibot në përfaqet e për shembull në YouTube të këngës fituese, shumicën e ki shpresojmë që nuk e përkthejnë kongës. Ne kur kemi qenë në Portugali, kur u mbajt Eurovisioni, kena pas rastin me taku shumë fansa. Edhe komenti i gjithmonë që u konë "We love the song in Albania". Na pëlqen konga në gjuhën shqipe. Na pëlqen konga në gjuhën shqipe, se është normal. Është organike, është marrë që është për villimit. Duket shumë interesant. Edhe këtë vjetë Shkodra elektronike ka përkthy këngën. Jo. Ka me të ndryshim. Fatmirësisht as e ka përkthy, as e ka ndryshuar. Vëdheni pas ka pa komentet edhe nuk ka prej kërgjë. Nuk e di nëse do të kishte se di që është me tingullu kjo, realisht në sepse kënga ka shumë elemente shqiptare, si në tekst, si në ritëm. Si duket si këngë? Edhe pasaj përfaqësimi është interesant. Jo, po më intereson që është kategorizoni jo që të këngë krahasim me këngë tjera të drejtashme. Për shembull, më duket ndryshe, është kënga Ronës që ka qenë komplet ndryshe, pak a shumë jashtë shablonit të Eurovisionit dhe ka bërë diferencën. Edhe kjo është pak a shumë në asaj kategorie. Nuk hin në kategorinë e këngëve që mundet më konë këngë që pëlqehet nga gjithë. E ka një farë stili shumë unik që është i përzim me etno, folk, elektronik. Do me thonë, e ka një farë stili shumë unik për që ato edhe e ka sjell këtu ku është për momentin. Sepse edhe artista janë shumë karizmatik, janë shumë interesant. Patjetër, kanë pas një paraqitje shumë të mirë skenike, kanë zgjedhur shumë elemente të mira që me paraqit këngën, kanë zgjedhur elemente tradicionale që u bë edhe shumë e famshme, veshja e saj, skenografia që shpeshon për shkak të këtë moment. Ajo pjesa mbrapa me kubza se unë jam fiksuar me çato se kërkush nuk e ka kuptuar deri vonë. Pa, ajo është grafika e kalasë Shkodrës. Ajo pjesa e... Ato kubzat që janë mbrapa atë, kur ta shifshin këtë pikpamje, është do më thonë tipik kalaja Shkodrës, veshja asaj, tepihu ose qilimat e famshëm. Shumë tamam, tipik, Edhe në karpetin që ke hapjes së lemne kur u bo, e pat veshjen me komplet elemente tradicionale, gjë që edhe ajo... Po flet për provën general, a? Jo, kur u bo hapja Eurovisionit në jetën e... E kanë rrit një farë uniteti, kësha me thonë originaliteti që nga festivali këngës deri me tash, pra nuk është se kanë ndryshu fare kënga, përveç që u shkurtuar pak për t'ju përshtatur reglave të Eurovisionit, dhe e kanë rrit këtë traditën shqiptare të cilën e përfaqësojnë shumë dhe pastaj edhe neve po na pëlqen më shumë. Ta pranon veshje shumë letë. Po, e mira është që kjo po radhitet mirë në për sondazhe dhe shpresojmë shumë që ta ketë një sukses. Me që jemi, sot është veç nisja e festivalit. Edhe ku është edhe sakt me ju besu sondazheve, se din me zhgënjy ka njerë. Shpesher zhgënjen, unë e mbrëm e pash prova generale, si gazetari akredituar kam pas qasje me ndjek, edhe pash që shumë shtetet e cilat nuk janë fare në listën e top 10-shës, aty ishin shumë të mira në skenë dhe besoj që do të ngjiten jashtëzakonisht shumë sonte kur njerëzit të shohin. Sepse ne nuk e kemi parë performancën e plotë akoma. Këtë herë ka qenë ndryshe edhe këto parapregaditit e Eurovisionit, se viteve të kaluara i kanë shfaqur edhe provat. I kanë publiku pamje për i prova, ku edhe publiku kanë mujt me pa pak a shumë se çka mundën me prit për shtetet ndryshme. Këtë vetë vetëm foto ka pas prej provave. Pse s'ka pas video? Një 30 sekundë që është kjo. Po ka ndosh me rrujt pak atë enigmën e se cilës këngë. Fakt organizatorët se nështë ndalim edhe të veçanta të këtij edicioni, organizatorët po premtojnë edhe një spektakël patjetër, po disa ndryshime. Po du me ndalë të që kjo veçantia e këngës.
në shtatë akum bo vitin e kalim. Edhe vitin e kalim kom ditë me bo pytje. Qa dhezë në Eurovision me fol, me slang realisht edhe me këtë gjuhën që e përdurin edhe në këngëtarët. A duhet një potencë madhë, vokale, a duhet një paraqitje mirë, a duhet me komplet paketa një artisti, një prezentim i mirë. Qa të përton, qa u pëlqen njerëzve në Evropë? Nuk është që ka diçka që muna me thonë që të kanë e këshumë që në Eurovision edhe ku me pa sukses. Dikur disa shtete dërgojnë këngën, disa investojnë në performancë dhe pastaj si që thash nga befasojnë për të shohin. Ndje që po të ndërpres, por ideja është disa të shkruese, kompozitor dolen e thanë mos të qojmë më balada në Eurovision, sepse Eurovisioni kërkon ritëm, kërkon dhe më thënë dinamik, edhe më ndej sikur ndodhi kjo që vitet pasuse vazhdueshëm dërguam këngë me ritëm. Ama ka ndodhë që Eurovisioni me fitu edhe një këngë rock, një hard rock, ka ndodhë me fitu balada. Nuk është veç një recept që me thonë i suksesit. Se këtë vetë për shembull e kena Shkodrën me komplet një stil tjetër nga vite që jena mësume. Nga prezentimi Shqipërisë. Ndërkohë shohim edhe Ronën që ka qenë balad, po ka arrit maksimumin e mundshëm deri tash. Po ka qenë shumë balad unike që në Eurovision nuk ka pasur asnjëherë. Në pas Ronës u munduan disa që ta kopjanin pak a shumë, bile e pash që dje kur i pash prova generale, po përmend ke Rona në Eurovision, po kur përmendën rekordet, këtë rast rekordi për zërin, ndoshta ose vokalin e mirë, kështu që po del ke një pjesë e susit atë. Edhe ka dalë edhe herëve të tjera. Gjithmonë kur përmendet Shqipëria njerëzve ju shkon mendja tek përfaqësim dinjitoz apo. Unë besoj si recetë e suksesit është pikërisht që kanë pas Shkodra, elemente unike, elemente që nuk je. Po tash për shembull, a kemi me thonë njëjtën gëzim, hajde po shpresojmë edhe po urojmë për më të mirën. Edhe po i besojmë aty në sondazheve që Shqipëria ka me u rangu mirë. E para të kaloj gjysmë finalen, të shkojmë finale dhe mandej të rangohet mirë. Po a kemi me thonë të njëjtën edhe nëse Shqipëria për shembull dështon për Shkodrën elektronike, ta zëm, a është ky përfaqësim i mirë, po jo rangimi i mirë? Po që na jena mësu mu dëshpëru se kur ki pritshmëritë e larta, pastaj nuk e arrin atë çka do normal që dëshpërohesh. Jo, se besoj që përfaqësime të tilla pavarësisht të rezultatit e tregojnë ato çka është përpos asaj tradicionales, asaj kulturës, po e tregojnë edhe komplet një farë vibe tjetër çka të na servohet. Se nuk është që Shqipëria ka me përfaqësu Shkodra elektronike, ka me përfaqësu vetën. Jënë të e përfaqësu edhe publikun e gjerë shqiptar. Kështu që unë përbesoj me qëtë paraqitje që e kanë, pavarësisht rezultatit, që prapë na përshpresojmë një rezultat shumë të mirë, besoj që kanë me mbajt mend gjatë, po edhe kanë mu komentu gjatë. Shkodra ka me po sukseset shumë të mas Eurovisionit, për këtë jam shumë i bindën. Po, sepse edhe është ndërkombëtare po thu? Po, si vendore edhe ndërkombëtare, jam shumë i bindur që ka me pas edhe sukses ndërkombëtare. Pra ka pas raste kur Eurovisioni na ka befasu për të keq. Unë më herët që pash Elhajda Dani. Po, Elhajda Dani ishte në sondazhe. Ka pas Elhajda Dani, e kujtoj. Ka pasin kogja potencial ishte mirë në sondazhe, po pastaj kur doli në sondazhe, kaloi në finale, por radhët. Ama po mendoj te receta, për shembull, vokalisht mendoj që ishte po, edhe ajo e ka planuar që ishte smur ato ditë. Sidomos në finale, në paraqitje live. Dhe pastaj juria nuk është që ta falë këtë të këngëtarët, sigurisht nuk falet një problemi tillë. Jo, po du më mendoj të receta për çfarë po fol edhe gëzim. Për shembull, ki shtetet skandinave ose suedinë, sidomos specifikisht, që gjithmonë është favoritë dhe gjithmonë është top. Po mandej ki Armenia, Azerbejxhan që shkojnë me këngë të mira gjithmonë dhe lajnë një përshtypje të mirë, po që nuk rangohen shumë mirë mandej, si po thon, ka pasur edhe fitues të atyre vendeve, po nganjëherë dinë edhe me dështu. Pra çysh me gjet Messi? Nuk mendoj që nuk ka një mes. Gjithmonë dinë me befasu. Ai që njihet edhe ai termi faktori shok, kur ti sjell diçka ndryshëm, diçka të veçantë. Këtë rast kena diçka të veçantë. Këtë rast e kanë sjell çat faktorin wow, Shkodra se e kanë prit garant, edhe publiku evropian kanë thonë, okay, Albania, edhe një tjetër këngë balad me siguri, derisa fillojnë me dëgju, nëse nuk e di nëse keni pas mundësimi po këto video reactions që ju mbo kur përzgjedh Shkodra, kitë kanë qenë pretë se si vjetë ko ka diçka kitë ndryshe, edhe ja kanë nisë mu fokusu të Shqipëria. Se kemi pas rasti kur Shqipëria, do më thënë, ka pas përfaqësime çdo vit domethënë kom pothuajse të ngjajshme. Vetëm po interpretuesi. Pak a shumë një përfaqësim monoton u pat këtu në Shqipëri. Pra ne mos harrojmë se kena pas rastin për shembull, më fal Albert, që të bas rastin e Ronelës, edhe pse Ronela nuk ka shku për shembull në finale.
Nështë nuk ka pas shumë sukses në Eurovision, po Ronela pas Eurovisionit pastaj u kom pothuaj se në çdo festival post Eurovision në shtetet ndryshme në Spanjë, në Portugali, në vende shumë të ndryshme që u ftu, sepse e ka pas çfarë farë pëlqimin e publikut për stilin e saj, për veçantinë e saj që e ka pas. Unikaliteti, ja. A mendoni që vërtet vendos vota e publikut në festival të tillë si Edhe për këtë risinë e këtij viti. Se shija është relative, dikujt mund të pëlqejë, dikujt i pëlqen, dikujt jo. Absolut, ne i kundërshtojmë çdo njeri që thotë Eurovisioni është politik ose vendos diçka tjetër. Sepse ka shumë pikpyetje të tilla që ngrihen për ka pikpyetje, ka njerëz që thonë jo po votohet politikisht, ka disa shtete që e bëjnë këtë, por në përgjithësi Eurovisioni është i drejtë. Që ndikon varet për votës publikut, jurisë, e ju nga ndikimi në gjysmëfinale tash nuk ka juri. BU-ja e ka largu jurin, ka vetëm në finale, pra vota e publikut e dërgon Shqipërinë në finale. Edhe angazhimi i publikut ndoshta, sepse një këngë mund të jetë shumë e mirë në një vend të caktuar, por nuk i ka. Mendoj që shtetet kanë qasje për t'i parë, nëse dyshojnë diçka. Besoj që BU-ja është një organizatë shumë serioze që ja ofron këtë mundësi në rast se dyshon dikush që nuk është vota ajo që e çon një këngë. Jo, kur është vota e publikut është lehtë, kur është vota e jurisë, mandej aty është subjektive. Ti s'mundesh me thonë shteti pse s'mua pëlqen këngën. Ne e dim shumë mirë çfarë këngë pëlqen juria, zakonisht balada i pëlqen, sepse ato në juri janë njerëz të profesionalistë muzike, artit në përgjithësi që fokusohen në vokal, notat e këto që ne ndoshta nuk i njohim, por që ata e din më mirë këtë. Hajde po flasim për çdo pak minuta për Kosovën në Eurovision, edhe këtë vit sigurisht edicioni i tretë i mati i festivalit këngës në RTK, se kemi Kosovën, ne kemi pritur që realisht edicioni i dytë me një tretin po me pas përfaqësimin në Eurovision. Çysh e shihni këtë rrugë? Për te politikës, për te këtyre pengesave që janë bürokratike, që janë të dikujtjetër. Në lidhet me këto pengesat bürokratike potencialisht, edhe potencialin e Kosovës për me u prezentua atje. Për të pranuar Kosovën. Është mirë, sigurisht. Është mirë që RTK-ja kanë marrë vetë iniciativë, pse nuk është pranuar akoma për me bërë një festival, për shkak se jo vetëm për Eurovisionin, po Kosova ka nevojë për një festival të muzikës, sa i përket prurje ndoshta për shkak se është festivali i parë ose i dytë që ishte. I treti është jo, mos i shih ato, mos u bazon ato, duke pa potencialin e Kosovës, duke njoft potencialin e Kosovës. Potencial kemi, ajo nuk vjen ndryshim, po tani sa sillim këtë potencial në festivalin që kemi, ajo tani matematikë tjetër po. Po sa i përket këtyre viteve të fundit, edhe me festivalin që ka qenë organizimi fenomenal, ka qenë tamam i RTK-s, po, për RTK-n po. Edhe për festivali ka qenë në standardin e çka shohëm në festivalet e tjera. Sa i përket prurjeve tani është pak diskutabël. Ndoshta një këngëtar heziton që akoma nuk jemi. Po ndoshta kur jemi në Eurovision motivi ka qenë ndryshe për këngëtarët. Po, sigurisht ne do të bëjmë një garë të mirë. Patjetër që angazhohen dhe sjellin jo vetëm këngë më të mira, por edhe përfaqësimi interpretuesve. Pra ne do të bëjmë një garë që t'i marrim këta këngëtarë të cilët po kanë suksese ndërkombëtare në YouTube, të shohim se çfarë suksese po kanë në Eurovision. Po, është një matës i mirë, me thënë të drejtën. Po, kemi shumë këngëtarë të mirë, ne kemi dëshmuar edhe në Eurovision për shtetet e tjera, që këngëtarët tonë kanë pas shumë sukses. Këtë vit është përsëri Gjon Muar Remaj i ftuar në Eurovision, dhe besoj që është një farë përfaqësimi i Kosovës, pse na nuk jemi kështu si shtet. Besoj që Gjoni paka shumë edhe publik të Kosovës ka me pas ballë në Bazel. Ne do të jemi në kështu. Stana i kishin vjetë realisht edhe Albersani, po. Po flasë për Gjoni ka me qenë atje. Në performansë zyrtare, po. Në Bazel, po. Ju keni me qenë djem përfaqësues edhe të RTK-s, apo? Në bazë të një marrëveshje që tashmë keni nënshkruar me RTK-n, keni me qenë atje edhe të akredituar, pra të njëjtën shkonin, keni me përcjellë gjysmëfinalen e dytë dhe finale, mandej keni me na dërguar video, kemi me u lidh po besoj edhe live për program, intervista. Çu keni qasjen, e keni kështu full access. Kemi po. full access, kështu që për herë të parë ne kemi bërë një marrëveshje që përmend edhe ti me Radio Televizionin e Kosovës. Sigurisht që për neve është e rëndësishme kjo, sepse Radio Televizioni e Kosovës për ata që nuk e dinë e dërgon Kosovën në Eurovision, sepse Eurovisioni është një garë mes televizioneve publike të Evropës, sepse njerëzit nuk e dinë as si funksionon pak a shumë kjo pjesë. Por gjithsesi ne do të bëjmë më të mirën që ta mbulojmë si ngjarje, do të sjellim ndoshta edhe intervista me shkodrën elektronike dhe me këngëtarë të tjerë të cilët janë të pranishëm, por edhe materiale që
ne do të Edhe mund të... pritjet dhe krejt emocionet e muzikës. edhe me njerëz është interesant po publiku. Për Eurovisionin e si vjem dhe i do t'i transmetojmë. Pas Agroni dhe Exona do t'jenë këtu për transmetuar sonte të ejten edhe të shtunën mbrëmjet e Eurovisionit. A ka njerëz të Kosovës që shkojnë në përcjell atje? A ka njerëz që kanë ble bileta a njeni? Vitin e kaluar s'kemi pas një shqiptar as do shta për shkak të këngës së Shqipërisë, e cila nuk ishte fort Po viteve të kalume ka qenë dhe vizat kanë qenë, ta shqyqërë ma këtë problem nuk e kemi. Po jo për shembull shqiptarë të cilët jetojnë në vendet përkat, se që ajo është e Bazel besoj që do të ketë shumë. Në Bazel krejt shqiptari keni, një pjesë të madhe Atje mësë me ditë që pu. Keni me vetë keq. Shumë faleminderit që erdhët sot kënaqësi që bisedum, dhe rrugtim të mirë ju atje, edhe mandej e di që keni më u kënaqur. Faleminderit shumë. Faleminderit të fala Bazelit, mirë e ki. Faleminderit shumë.